Pushues vendas dhe të huaj, Himara mbetet një nga destinacionet kryesore për këtë sezon turistik. Himara vijon të mbetet një nga destinacionet kryesore turistike në jug të vendit, duke tërhequr këtë sezon një numër të lartë pushuesish vendas dhe të huaj. Plazhet, ujërat e kristalta, klima favorshme dhe bukuritë natyrore kanë bërë që qyteti dhe zona përreth të jenë një zgjedhje e preferuar për turistët. Kosovar, por dhe turistë nga Italia, Holanda dhe deri nga Brazili i largët kanë zgjedhur pikërisht Shqipërinë dhe Himarën për të kaluar pushimet e tyre. Për një pjesë të madhe të turistëve, kjo është hera e parë, ndërsa nuk mungojnë as ata, të cilët rikthehen sërish të tërhequr nga eksperienca e mirë e pushimeve të mëparshme. Duke ndarë përshtypjet e tyre, turistët shprehen të impresionuar nga ajo që kanë gjetur në Himar. Ata vlerësojnë veçanërisht detin e pastër dhe të kaltër, klimën, peizazhet natyrore dhe mikpritjen e banorëve vendas. Një tjetër element që sipas tyre e bën edhe më të veçantë qëndrimin në Himar është ushqimi tradicional dhe kuzhina shqiptare me gatimet e freskëta dhe produktet e zonës. Për shumë prej turistëve të huaj, Himara është një destinacion që ofron një kombinim të bukur mes detit, natyrës, kulturës dhe qetësisë. Ata thonë se përveç plazheve kanë patur mundësinë të eksplorojnë dhe zona të tjera përreth, duke njohur më nga afër traditat dhe mënyrën e jetesës së komunitetit vendas. Unë jam nga Italia. Kur kam ardhur 8 vite më parë këtu, kishte disa probleme, ndërsa sot turizmi ka shkuar shumë përpara. Himara është fantastike. Unë me të vërtet di të them se kam parë një vend shumë të bukur. Natyrisht që gjithmonë ka për të përmirësuar, por duhet të them, deti dhe ushqimi janë gjëra që i veçoj. Ne jemi italianë dhe kuptojmë ushqimin e mirë, dhe në Shqipëri këtë e gjen. Unë do ta rekomandoj padyshim Himarën, pasi kam mbetur mjaft i kënaqur. Jam nga Holanda, vi për herë të parë këtu në vendin tuaj, dhe mund të them se jam i kënaqur. Më pëlqen shumë. Një vend i qetë dhe shumë i bukur, deti është fantastik, më pëlqen njerëzit këtu, janë pushime që po i shijoj. Edhe ne nga Holanda jemi dhe vim për herë të parë në Shqipëri dhe kemi zgjedhur dhe Himarën. Sot kemi shijuar një tur me anije dhe kemi parë vende fantastike, të mrekullueshme. Nuk e njeh më parë Himarën apo Shqipërinë, por jemi shumë të kënaqur. Do të qëndrojmë dhe për disa ditë dhe dua t'i shijoj ato. Jam nga Roma në Itali. Jam këtu bashkë me të fejuarën time. Këtë vit zgjodhëm një destinacion ndryshe nga pushimet e tjera dhe erdhëm në Himar. Jemi të kënaqur, plazhe shumë të bukur, deti i pastër dhe restorante fantastike, akomodimi gjithashtu. Do të qëndrojmë dhe për disa ditë në Himar dhe më pas do të vizitojmë disa vende të tjera të Shqipërisë, ndoshta duke shkuar edhe më në jug, Sarandën apo Ksamilin. Unë vi nga Brazili, ndoshta nuk ka shumë nga vendi im të cilët zgjedhin pushimet në Shqipëri, por shoh turistë nga gjithë bota këtu. Kam mbetur i kënaqur me këtë vend dhe do e rekomandoj kur të kthehem. Nuk di të veçoj shumë gjëra, por t'i them që deti është fantastik, natyra, klima, njerëzit të mirëpresin. Do ta mendoj padyshim rikthimin tim sërish në Himar dhe në Shqipëri. Ndërkohë edhe gujdat turistike tregojnë çfarë preferojnë turistët kryesisht të huaj, ndërsa sipas tyre janë disa destinacione të cilat janë edhe më shumë të preferuara. Ju kreni ture turistike në varr, po. Çfarë ofroni? Ne ofrojmë turin turistik nga Himara deri në Dërmi, dhe shpella e Piratëve në Dërmi. Janë destinacione, pothuajse 11 destinacione dhe bëjmë 3 me 4 ndalesa për plazhe. Ka patur interesim nga të huajt kryesisht apo edhe nga të vendasit? Të dyja, po më shumë pothuajse të huaj. Edhe nga të huajt, po edhe vendasit. Tani sidomos gushti që kanë pushimet, kemi dhe goxha vendas. Nga kanë qenë më tepër, referuar asaj që ju jeni të përditshëm këtu? Nga Evropa, Franca, Belgjika, Holanda, Italia, dhe kemi si vjet kemi edhe shumë nga Amerika dhe Australia. Cile është destinacione që preferojnë më shumë apo standarde guida që ju bën? Janë dy standarde guidat, janë shpella e Piratëve që quhet, guida shpellës së Piratëve dhe shpellë dhe Grama. Grama Bay Tour. I preferojnë, po i preferojnë, janë dy të preferuarat. Cilat janë nga të që dëgjuar impresionet e tyre, nëse mund të themi? Janë të magnitur nga urat e Shqipërisë, nga ngjyra dhe nga vendet, nga natyra, janë shumë të kënaqur dhe u bën shumë përshtypje, u pëlqen shumë. Fluksi pushuesve në Himar pritet të vijojë edhe gjatë javëve në vijim deri në fund të muajit gusht, ndërsa sezoni veror mbetet në kulmin e tij. Për banorët dhe bizneset lokale, numri i lartë i vizitorëve është një tregues i rëndësisë që turizmi ka marrë për ekonominë e zonës, duke konsoliduar Himarën si një prej destinacioneve më të kërkuara të Rivierës shqiptare.